Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, rikthehemi aty ku u ndalëm para 2 javëve me fjalën e Allahut xhelle xhelalu, ku thot në Kur'anin e tij famlar: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama." Dhe ata të cilët me Zotin në lutjen e tyre nuk i bëjnë shok, dhe ata të cilët nuk i bëjnë shok Allahut në lutje, në adhurim, në përkushtim dhe në gjithçka tjetër. Parimi i besimtarit dhe cilësia e tij është që në çdo situatë të jetës së tij ai drejtohet Allahut xhelle xhelalu. Madje edhe për gjërat më të vogla, madje edhe për gjërat më të papërfillshme, sikur se thot dietari i nderuar Sufjan al-Thauri, unë Zotit i lutem deri dhe për kripën e gjellës. Pra imagjino se sa gjë e pa vlerë materialisht është për ne, domethënë, duke qenë se është diçka e lirë kudo në botë, unë Zotit do t'i lutem dhe për kripën e gjellës, që do thotë që ne kemi nevojë për Zotin në gjithçka. Dhe ai besimtari në çdo gjë i drejtohet Zotit të tij, ashtu sikur se na mëson Allahu xhelle xhelalu ku thotë: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dhe Zoti ju e ka thënë, lutmuni mua, unë t'ju përgjigjem juve menjëherë. Unë t'ju përgjigjem juve. Pra, urdhri i Allahut është ti lutesh atij. Të ka urdhëruar dhe të ka premtuar. Dije se kur e zbaton urdhrin, ke garantuar edhe premtimin e tij. Dhe premtimi i Allahut është me ju përgjigj lutjes tënde. Dhe në çastin kur Zoti nuk të përgjigjet, dije se nuk të është përgjigjur për të mirën tënde. Nëse nuk ti është përgjigjur kërkesës tënde, nuk ti është përgjigjur për të mirën tënde. Pasi ne dim aq sa dim, ndërsa Zoti din atë që ne nuk e dim. Din të ardhmen, din të shkuarën, din të tashmen. Dituria e tij nuk krahasohet me askënd, as prej krijesave të tij dhe me askënd tjetër. Të nderuarit e mi, tregon sahabiu i nderuar Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu dhe thot: një ditë prej ditësh, teksa qëndroja me profetin ose teksa e shoqëroja profetin alayhi salatu wasalam në një nga udhëtimet e tija, më thot: "O Muadh ibn Jabal, a e din ti se kush është haku i Allahut?" Do më thënë, çfarë i detyrohemi ne Allahut në rastin konkret? I thash: Allahu dhe i dërguar i tij e din më së miri. Tha: haku i Allahut është ta adhurojmë dhe të mos i bëjmë shok atij. Të mos i bësh shok Allahut xhel xelalu në çdo gjë. Në adhurim, gjatë dobësisë tënde të mos i bësh shok Allahut. Kur i kërkon diçka, mos i kërkosh vetëm se Allahut xhel xelalu. Pra kur i kërkon diçka në kontekstin e mbështetjes, se ti mund t'i kërkosh dhe një ndihmë, domethënë njeriut ose diçka e tjetër, po jo si i mbështetesh atij. Është një lloj bashkëveprimi apo bashkëpunimi me njëri tjetrin. Ndërsa Allahu xhel xelalu i kërkojmë vazhdimisht si domosdoshmëri dhe nevojë. Thot: haku i Allahut është ta adhurojmë atë dhe të mos i bëjmë shok atij. A e din thotë Muadh se cili është haku i njeriut, pra e drejta e njeriut tek Zoti, që e ka të drejtë ja kërkojë dhe Zoti e ka detyrë me ta dhënë. Kur ata e veprojnë diçka të tillë, i thash dot Muadhi: Allahu dhe i dërguar i tij e din më së miri, alla yu'adhibahum. Të mos i dënoj, të mos i ndëshkoj. Pra shikoni se çfarë bën besimi të nderuarit e mi. Besimi i saktë në Zotin e gjithësisë dhe mbështetja tek Allahu xhel xelalu në Zotin e gjithësisë të garantoka që Zoti të mos dënoj. Normalisht duke mos dënuar do të thotë se ti je prej të fituarve. Ne jetojmë në botë ku kanë jetuar të tjerë para nesh. As nuk jemi të parë dhe as nuk do të jemi të fundit. Bota gjithmonë ka pas problematikat e saj. Njerëzit kanë jetuar me problematika të ndryshme, me halle dhe me probleme të ndryshme. Mirë, po këtu diferencohet besimtari dhe kriteri i saktë i besimtarit nga jo besimtari, sepse ai nuk bjen pre me një herë, pra nuk dorëzohet
në asnjë çast nuk bjen prej e hallëve të kësaj bote. E lutim Zotin xhelalu që ai i cili na i ha, na japi dhe durimin e duhur. Ajo që e karakterizon besimtarin është pikërisht dhe vigjilenca, është i kthjellët vazhdimisht, din se si të veprojë me fenë e Allahut në hallet dhe në problemet me të cilat mund ta përballë jeta, në smundjet e ndryshme me të cilat ai mund të përballet, me nevojat e ndryshme që ai mund të ketë, por mbi gjithçka hallin e tij ia drejton Zoti të gjithësisë. Nëse ke nevojë për mjekësi, me padyshim që do të trokasësh dyert e mjekëve, të specialistëve të fushës, por mbështetjen e parë duhet ta kesh tek Allahu xhella xhelalu. Çfarë është ajo gjë që e dobëson njeriu në trupin e tij? Pra dikush thot një smundje me patjetër. Po çfarë është smundja? Nuk është krijesa e Allahut. A nuk i ka dhënë Allahu leje që të zhvillohet në trupin tonë? Ai i cili i ka dhënë leje asaj, ndoshta në mënyrë të palogjikshme dhe të pakonceptueshme nga zotët e fushës, a nuk është ai i cili e ka në dorë dhe ta zhduk totalisht në mënyrë të palogjikshme ndoshta për njeriu? Me patjetër që po. E kush mundet t'i drejtohet Allahut për diçka dhe Zoti i kthej duart e tij bosh? Zoti ka mundësi për gjithçka. Nuk ka diçka që është e pamundur për Allahun xhella xhelalu. Ndaj në jetën tonë vazhdimisht duhet të jetojmë në kuadër të urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Tregohet se në betejën e Bedrit, ai pejgamberi alayhi salatu wassalam që u tregonte besimtarëve dhe shokëve të tij, e cila ka ndodhur pikërisht në Ramazan, u tregonte besimtarëve shokëve të tij se Zoti më ka premtuar një prej dy triumfeve, ose triumfi material që do të ishte domethënë marrja e karvanit të Kurejshitëve, ose e dyta fitoria, duke qenë se i pari u largua, shpëtoi, atëherë i garantuar prej Allahut xhelalu ishte i dyti. Dhe ai shumë thot i është lutur Zotit të gjithësisë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe sa Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu i thotë i dërguar i Zotit, Allahu ta ka garantuar, domethënë çfarë është nevoja që të mundohesh kaq shumë. Mirë, po çfarë kërkonte të tregonte i dërguar i Zotit? Diferenca midis Zotit dhe diçka e tjetër që nuk është Zot në rastin tjetër, konkret, domethënë konkretisht, që është krijesë. Diferenca është se Zoti mërzitet kur ti nuk i kërkon atij. Zoti mërzitet kur ti tek vetja mërzitesh se jam lutur shpesh, ose jam drejtuar shpesh, apo e kam shqetësuar, jam drejtuar me lutjet e mia të shpeshta. Kjo është logjika njerëzore, sepse njeriu mërzitet nëse ti ja përmend diçka në mënyrë të vazhdueshme, po jo Zoti i gjithësisë. Ndaj dhe profeti alayhis salam ka thënë, mos u mërzisni lutjet tuaja, domethënë mos u bajasni vetët tuaja kur i luteni Allahut dhe i luteni shumë, dhe e përsërisni lutjen. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Se dijeni se Zoti nuk mërzitet derisa ju të mërziteni. Për çfarë do të thotë nuk mërzitet? Do të thotë që Zoti xhella xhelalu e dëshiron që ti ta lusësh vazhdimisht pandar. Por kur ti shpreh mërziti, atëherë je duke mbyll portën e përgjigjes tek vetja. Të nderuarit e mi, ashtu sikur se profeti alayhi salatu wasalam na tregoi në këtë ndodhi se duhet të jetë njeri i cili lutet Zotit vazhdimisht, edhe kur e ka marrë përgjigjen e diçkaje, që të ketë vazhdimsi, ashtu dhe ne duhet të jemi në jetën tonë. E para e gjithave është Zoti, mbi gjithçka është Zoti, në hallet tona është Zoti. Ndaj dhe mësonte Ebu Bekr radhiyallahu anhu për t'i treguar, domethënë që ne duhet jetojmë si njerëz të kënaqur me Zotin, e mësonte duke i thënë o Ebu Bekr, edhe nëse të bjen shkopi ndërkohë që je i ngjitur, i hipur mbi deve, nëse ke mundësi ta marrësh vetë, mos ia shtri dorën tjetrit. Kur dikush shkonte për t'i kërkuar diçka, nevojën e tij, profeti alayhi salatu wasalam fillimisht kërkonte të gjente një zgjidhje për problematikën e tij,
në mënyrë që mos të mësohej që ti lypte dhe ti kërkonte vazhdimisht njeriu. Ti mbështetej Allahun dhe ti mbështetej më pas vetes ti. Ndaj dhe kur flet për sadakan, për lëmoshën, çfarë thot? Lëmosha më e mirë është t'i japësh zanat profesion atij që nuk ka dhe t'i japësh punë profesionistit që nuk ka punë. Sadakaja më e mirë, më e vlefshme, që t'i japësh zanat, mundësi punë gjatë gjithë jetës atij që s'ka, dhe t'i japësh punë atij që nuk e posedon, pra i ka kapacitetet por nuk i është ofruar puna. Kjo është sadakaja më e mirë. Ai që të ndihmon një ditë nuk ndihmon një jetë, vetëm Zoti është ai i cili të ndihmon gjatë gjithë kohës. Zoti me madhnitë vet e furnizon besimtarin dhe e furnizon jo besimtarin. Të gjithë do të jetojnë. Puna është se si do të dalim përpara Allahut, se si do të qëndrojmë përpara Allahut me këtë qëndrimin të cilin e kemi kaluar në këtë dynja. Dhe kriteri i këtij besimtarit është që nuk shoqëron në lutjen e tij që i bën Allahut askënd në asgjë të jetës tij. Kur e kërkon suksesin, atë e kërkon prej Zotit. Më kujtohet në Siri shihnim vazhdimisht që kur dikush ndërtonte ndonjë pallat, shkruante aty një ajet kuranor që kjo është mirësi prej Allahut. Kur e pyesje dikë dhe i thoje shtëpinë e ke tëndën, pra qëllimi ishte që e zotron një pronar apo je me qera. Ky është qëllimi. Thonte sunduesi i vërtetë është Allahu. Pa kush jemi ne që themi po unë jam i Zotit i kësaj, unë jam pronari i kësaj. Sunduesi i vërtetë është Allahu në gjithçka. Makina jote si mund të jetë jote? Mirësia e Allahut, edukohu me Zotin e gjithësisë. Kur ti kërkosh Allahun xhelle xhelalu, siç thot pejgamberi alayhis salam, kur ti kërkoni Allahun, kërkojini Firdausin, sa i është grada më e lartë e xhennetit, është mesi i xhennetit. Që do të thotë që të mësosh se si ti lutesh Zotit, se çfarë ti kërkosh Zotit, por të mos neglizhosh deri te gjërat më të vogla me ia kërku Allahut Zotit tënd dhe ta shoqërosh këtë kërkesë, këtë lutje, ta shoqërosh me përpjekjen tënde, me ngritjen e kapaciteteve tek vetja, duke parë se çfarë të mungon dhe të pajisesh me të, në mënyrë që kjo kërkesë të cilën ti e shoqëron Allahu xhelle xhelalu ta marrë miratimin sepse i ke ndërmarrë të gjitha sebebet e duhura. Lutem ty madhnueshmi Allah na falë na mëshiro, na bëj për atyre të cilët luten vetëm ty, të adhurojnë vetëm ty, të falen vetëm ty dhe na bëj për atyre të cilët ti je i kënaqur me ta. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. الحمد لله حمد الكاملين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وسيد الخلق أبي القاسم محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Të ndalim në dy fragmente të cilat kanë të bëjnë me lutjen dhe ndërgjegjësimin e asaj që Allahu xhelle xhelalu ka dhënë. Në kohën e pejgamberit alayhis salam jetonte një grua, pra nuk i dihet emri i saj, vetëm se është ndër të përgëzuarat me xhennet, e cila merrej me pastrimin e xhamisë. Mirpo Allahu me madhnitë vetë kishte sprovuar me epilepsi, ajo që e njohim në gjuhën popullore si smundja e tokës. Dhe shkon tek pejgamberi alayhis salam për t'i kërkuar që i dërguari i Allahut, lutë Allahun të më shërojë prej kësaj smundje. I thot pejgamberi alayhis salam, a të tregoj për diçka akoma më të mirë se sa lutja? Pra ti kërkosh tjetrit të lutet për ty, kjo është gjëja më madhështore, më e mirë e mundshme që mund të bësh në jetë. Sepse e vën tjetrin përpara përgjegjësisë. Edhe ai dashje pa dashje, do të thonë merret si një lloj premtimi ose zotimi që të lutesh për tjetrin, për nevojën që ai ka. I thot pejgamberi, pra a të tregoj për diçka që është më e vlefshme për ty? I thot patjetër, i dërguari i Allahut. Thot duro
duroje këtë që Allahu të ka dhënë, dhe këmbimi i saj është xheneti. Shpërblimi për të është xheneti. Patjetër thotë i dërguari i Allahut. Thot vetëm diçka, lutet Zotin sepse unë kur jam në atë gjendjen e epilepsisë, që më ka smundja, ku lut Zotin të shëroj çdo të sprovuar, thot zbulohem, domethënë jam e pavetdijshme. Vetëm këtë thotë i dërguari i Allahut. Thot dhe u lut pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nga ajo ditë, pra smundja e kapte, ndërkohë që nuk zhvishej më, nuk zhvishej më. Ky është rasti i parë që tregon që edhe pse i lutur Allahut dhe nuk të është përgjigjur, tregon durimin tënd dhe pajtueshmërinë. Ti pajtohesh me atë që Allahu të ka dhënë. Çfarë të vjen prej Allahut, mos e vrit mendjen. Halli është çfarë të vjen nga krijesat e Zotit. Por çfarë të vjen prej Allahut nuk ka gjë të keqe, falendero Zotin për ta. E dyta, sahabiu i nderuar Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, fundi i tij do të ishte smundja e malarjes, që ka ploj quhet në historinë e Islamit Taun wa Amwas, ose malarja e Amwasit, është gjithë zona midis Jordanisë dhe Sirisë sot. Aty në malarje që i pat kaplu, vdiqen mbi 80.000 njerëz, thuhet 120.000 njerëz. 120.000 njerëz kanë qenë jashtëzakonisht shumë, sepse ishte një zonë e kufizuar. Dhe një prej këtyre ishte edhe sahabiu i nderuar Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal në mesin e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë ndër ata të shquarit që lutjet e tij ishin të pranuara. Pra kishte prova faktike që Zoti ja pranonte lutjet e këtij njeriu. Thotë në smundjen e vdekjes i thonë o Muadh, a nuk po e lut Allahun xhelle xhelalu të ta largojë këtë smundje? Normalisht në rastin konkret mund ta bësh dhe duhet ta bësh që Zoti më të shëro për smundjes në të cilën ti je. Mirë, po koncepti i kësaj përballimit dhe pajtueshmërisë apo durimit në një sprovë që Allahu ka dhënë ndryshon nga njeriu në njeri. Mënyra për ta përballuar ndryshon nga njeriu në njeri, por ashtu edhe forca. Muadhi radhiyallahu anhu thotë, më vjen turp prej Allahut. Ti lutem për diçka që më ka dhënë Allahu, por unë lut Allahun të më fuqizoj me durim, të më mbështes me durim dhe të më lërë gjuhën ta përmend deri në fund. Normalisht jo çdo kush mund të jetë Muadh ibn Jabal, por gjithse i cili prej nesh mundet të jetë përkujtuesi i Allahut, njeri i cili e përmend Allahun vazhdimisht, i mbështetet Allahut vazhdimisht dhe lut Zotin e tij vazhdimisht. Lutja është arma e besimtarit, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe është arma më e fortë. Ndaj këtë armë mos u çarmatos prej saj dhe mos e hiq prej vetes, mbaje vazhdimisht, se është ajo armë e cila nuk të zhgënjen kurrë, nuk të zhgënjen as kur jeni ajër, as kur jeni det, as kur jeni tokë, as kur jeni të mirë dhe as kur jeni të keq. Të lutem ty madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na bëj se Zoti me moralet e larta të Hazrat Muhamedit alayhi salatu wasalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundsoj Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundsoj madhnueshmi Allah të vdesim me shahadet dhe me dinjitet. Të lutem ty madhnueshmi Allah të na afrosh me njëri tjetrin ashtu sikur sa afrohemi, sikur sa afrojmë safet tan në namaz. Të lutem ty madhnueshmi Allah të na pajisësh me cilësitë më të mira që ka një besimtar. Të lutem ty madhnueshmi Allah për çdo sëmurë Allah shëroje, për çdo të brengosur, të stresuar, largoja Zot brengat, streset, hallet e problemet e tij. Për çdo person i cili nuk gjen zgjidhje në tokë, jepi jo madhnueshmi Allah zgjidhje për madhnisë tënde. Të lutem ty madhnueshmi Allah për çdo të munduar nga borxhet, ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të tij. Për çdo të pastrehë, ndihmoje Zot në sigurimin e strehës së tij. Të lutem ty madhnueshmi Allah sigurisht na ke mbledhur në këtë muaj të begat, në këtë vend begat, në këtë ditë begat, me madhruar madhërinë tënde na mundsoj madhnueshmi Allah që të gjithë bashku, bashkë me familjet tona, bashkë me fëmijët tanë, dashamirët tanë, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما